Vllazëria ju përshëndes të gjithëve në emër të Krishtit. Faleminderit për durimin dhe mundësinë që më jepni të ndaj dhe me të rinjt pak fjalë përpara se të nisim së bashku. Do doja të lutemi, nëse doni kështu siç jeni, le të ulim kokat, le të përulim zemrat e t'i kërkojmë Perëndis të na drejtojë. Ne besojmë në emër të Krishtit o atë se ti je mbi gjithçka, ti je mbreti, ti je krijuesi, ti je ai Zoti i dashur që kontrollon jetën tona. Sot ja qëndrojmë këtu përpara fjalës tënde, zemrat tona janë të varfra, zemrat tona janë shpeshherë të goditura, Zot, ne vim përpara te të marrim prej ty, prej teje Perëndi. Dhe lutem në emër të Krishtit, Zot, të na përdorësh, përdor njeriu, përdor Zot si veglën tënde, Zot, në mënyrë që të shpallet emri yt. Në fillim ai që flet të kuptoj, të mësoj, e gjithçka o Zot që ti do lejosh të përcillet nga goja e një njeriu, të jetë vetëm prej teje, Zot, jo gjëra njerëzore Perëndi, jo zgjuarsi dhe zgjidhje njerëzore Perëndi. Faleminderit se jemi ne, faleminderit për këtë bekim që na jep në këtë kishë, të ndajmë ungjillin tënd edhe në Shqip Perëndi. Të falenderojmë në emër të Krishtit. Amin. Amin. Vëllezër, motra, ju ftoj nëse keni mundësinë të hapni fjalën e Perëndis, do të lexojmë edhe në Shqip pjesën që sapo lexuam, edhe në greqisht me të rinj tanë. Letra e parë e apostullit Gjon, kapitulli 1, 1 deri në 7, më lejoni ta lexoj edhe një herë në shqip për të gjithë ata që s'kishin mundësi ta kuptonin nga greqishtja. Ai që ishte nga fillimi, atë që dëgjuam, atë që pam me sy tan, atë që vështruam dhe që duart tona e prekën lidhur me fjalën e jetës, dhe hap një klap aty dhe thot, dhe jeta u shfaq dhe ne e pam. Ne dëshmojmë për të. Dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve. Atë që pam dhe dëgjuam, ne po ju shpallim, që dhe ju të keni bashkësi me ne. Dhe bashkësia jonë është me Atin dhe me birin e tij Jezus Krishtin, dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ju shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfare errësirë. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat, Amin. Amin. Ky është një mesazh shpeshherë i mësuar ta dëgjojmë për Krishtlindje, sepse erdhi Krishti, drita e botës, ndriçoi çdo zemër dhe kjo është e vërtetë. Nëse kujtoni pak atë se si nisëm vargjet e para që lexojmë përpara adhurimit, pikërisht na folën përsëri këto vargje për dritën. Do doja vëllezër dhe motra të mos ndjeni keq sot. Pse e them të mos ndjeni keq? Sepse Perëndia do të depërtojë në zemrën e gjithë secilit me dritën e tij. Lavdi Perëndisë së shenjtë nuk e bën këtë të poshtëroj. Nuk e bën këtë të ndihesh keq, të ndihesh i pakët, të ndihesh i vogël, të ndihesh i pamjaftueshëm. Perëndia e bën këtë të inkurajoj sot. Dhe sot dua të kujtosh, dhe dua të shikosh përreth, dua të shikosh ambientin në të cilin jeton, dhe nëse ke mundësi, bëj një vëzhgim brenda zemrës tënde. Çfarë ndodh me errësirën brenda teje? Çfarë është duke ndodhur me errësirën përreth teje? A je duke menduar ndopak tek Efesianët 5:8? Është një varg i jashtëzakonshëm, të cilin do doja domethënë ta lexonim dhe do doja ta mbani në mend sepse do të kemi përsëri mundësi të hapim dhe ta shikojmë në të njëjtin varg. Efesianët 5:8, shikoni çfarë thotë. Sepse dikur nuk thot ishit në errësirë. Nëse keni mundësi të hapni dhe Biblat tuaja, shikojeni. Thot, sepse dikur ishit në errësirë, por tani jeni në dritë, në Zotin, ecni pra si bijtë të dritës. Kjo pjesa e parë mua më shqetëson dhe arsyeja që po ndaj këtë varg dhe këtë pjesë së bashku me ju është se Perëndia më solli në zemrën time pikërisht këtë mendimin e shumë njerëzve që kam hasur në jetën time këto kohë të fundit, se errësira është një pjesë e domosdoshme e karakterit të njeriut. Mjafton ta kontrollosh errësirën dhe ti mund të kesh kontrollin e jetës. Do doja sot të mos përfshihemi në mashtrimin e zemrave.
Fjala e Perëndisë thot se ju dikur në jetën tuaj lindët në errësirë, ishit në errësirë, ishit vetë errësirë. Dhe përsëri si një mënyrë profetike tek Mateu thot, populli që dërgjej në errësirë ka parë një dritë të madhe. Kur Krishti erdhi dhe të erdhi në jetën tënde, e para gjë që ndodhi tek mua, jam i bindur tek të gjithë ju, është se ndriçoi zemrat që ishin në errësirë, që mendonin se gjithçka që kishin e kishin në kontroll, që mendonin se gjithçka që kishin në zemër ishte e mirë, ishte natyrshme, ishte logjike, të gjithë në këtë mënyrë jetojnë. Ku është problemi që unë të jemi ndryshëm nga ata? Ke menduar ndonjëherë cila është errësira? E ke menduar ndonjëherë mënyra që errësira kërcënon jetën tënde personale, jetën tënde familjare, mënyrën se si rrit fëmijët e tu? Errësira ka mungesë shikimi. Nuk do të mundet dot njeriu të fokusoj. Keni qenë ndonjëherë në një dhomë të errët? Jeni përpjekur të shikoni, të prehni diçka? Nuk është njësoj kur mbyll syt. Është errësirë. Nuk ka yje, nuk ka diell, nuk ka asgjë që të sjellë dritë. Atëherë ndjen prezencën e të mosditurit. Atëherë kur nuk di cila është distanca ku mund të rrezikohesh të goditesh, a ka diçka që mund të shkelësh dhe nuk duhet? A nëse flasim edhe për ndonjë bodrum që ka dhe prezenca të tjera aty brenda, atëherë zemra fillon dhe rre fuqishëm. Njeriu, dhe dëgjoje të lutem këtë, çfarë do lloj pozicioni ke sot dhe kudo që ti jesh sot, njeriu nuk u krijua për errësirë. Njeriu u krijua të jetë në dritë. Prandaj dhe dielli. Prandaj Zoti u kujdes akoma dhe nata të ketë dritë, të ketë poçën e saj atje lart, hënën, hyjet. Kam qenë netve në mal, pa elektrik, qëllimisht pa elektrik, dhe shikoje. Sepse në errësirën e natyrshme Perëndia është kujdesur të mos të mbys errësira, por në atë përreth teje çfarë ndodh? Çfarë është errësira? Si kërcënon mendimin tënd? Si të thot, rri se je mirë aty ku je, pse mos u bë fanatik? Pse Krishti mbi gjithçka? Nuk e kuptoj këtë. A nuk mundesh do t'i kesh të gjitha gjërat me vete? Prandaj ju thash se shqetësohen për faktin se njerëzit mendojnë se errësira është ajo që themi balanci. Si themi në rinia asaj yin dhe yang, si themi asaj gjysmës, e thash mirë? Ajo gjysma e bardhë me gjysmën e zezë, është një mënyrë jetese. Ti mund të ekuilibrosh në mes të errësirës dhe të dritës. Ti je në gjendje ta kontrollosh, a ke errësirë brenda teje, mos ki problem, sepse mjafton ta zotërosh. Sot Perëndia nuk të theret të ekuilibrosh. Sot Perëndia të thot në emër të Krishtit se unë jam dritë dhe brenda me nuk ka errësirë, nuk ka balance, nuk jam një Perëndi që bëj ekuilibër midis errësirës dhe dritës. Unë jam Perëndi drite. Dhe unë të ftoj sot të ftoj sot të mendosh për errësirën që është përreth teje. Errësira vjen përreth teje dhe të rrethon. Dhe dini çfarë thot tek një e Gjonit? Gjoni në përgjithësi, nëse e keni vënë re dhe jam i bindur, e ka mirë muhabetin me dritën. Do shumë, edhe në ungjillin e tij na flet për dritën, edhe në letrën e tij na flet për dritën, sepse ka merak se njerëzit mund të ambientohen në errësirë. Syt kur qëndrojnë shumë kohë në errësirë, hapet, bebja e syrit bëhet ashtu e madhe e zezë, dhe një moment fillon shikon ca hije, fillon shikon thua, okej, nuk që nga kaq keq u mësuan syt në errësirë. Gjoni nuk e do këtë. Perëndia nuk e do këtë. Nuk e do që zemra jonë të mësohet në errësirë. Nuk e do që morali ynë të mos ketë kontroll, të mos ketë brenda kontroll të Perëndisë. Errësira thot erdhi dhe njerëzit nuk e kuptuan, drita nuk e kuptoi, e la atje. Erdhi drita, më falni, erdhi drita, pra thot në botë tek
kapitulli i parë i Gjonit dhe errësira nuk e kuptoi. Si ka mundësi? E dini si ka mundësi? Nuk e intereson ventin e Jaferi. Nuk interesohet errësia për dritën sepse është rehat. Dhe ju shkoni dhe lexoni, kaloni kapitullin e parë dhe shkoni te kapitulli 3 i Gjonit dhe thot fjala e Perëndisë, e di si është çështja, njerëzit nuk e urryen dritën. Ç'a bën njerëzit? Deshën errësirën më tepër se dritën. Pse? Sepse në errësirë fshihesh kollaj. Dhe e thot konkretisht, sepse veprat e tyre ishin të liga. Dhe deshën errësirën më tepër se dritën, se duan të fshihen aty, nuk duan të zbulohen, nuk duan që sytë e Perëndisë të shohin, nuk duan që sytë e gruas që ka pranë tij ta shikojë. Do të fshihet, të bëhet kamuflazh, të mos duket brenda në errësirë dhe e deshi errësirën më tepër se sa dritën, e dashuroj, e kërkoj në jetën e tij. Dhe unë jam i bindur se çdo njeri normal thot si ka mundësi të ndryshosh ose të ndërrosh dritën jak të diell që është aty përpara në një vend të errët ku banojnë gjëra shumë të pështira aty brenda. E megjithatë, në zemrën e njeriu zgjedh errësirën. Sepse errësira mbulon dhe fsheh ligësinë. Dhe vjen Perëndia dhe del drita dhe thot, unë jam drita e botës. Vjen Krishti, një jude të cilën nëse lexoni tek Isaia, ne kujtuam se ishte i goditur nga Perëndia. Ai s'kishte asgjë për të dëshiruar, asgjë në pamje të parë të thuash, ky duhet ndjekur. E megjithatë, ai nuk erdhi për të sjellë një fe, ai nuk erdhi për të ndryshuar pak ambientin, ai erdhi si drita e botës. Erdhi të ndriçojë zemrat tona, erdhi të ndriçojë mendjet tona, sepse shpesh fokusohemi tek zemra, por ka nevojë mendjet tona të ndriçohen, mënyra e të menduarit, mëkatin dhe errësirën, ka nevojë të ndriçohet, ke nevojë të rishikosh mënyrën që ti mendon, moralin dhe jetën tënde përreth tij. Çfarë duhet të bëj unë me këtë dritë? Shikoni çfarë thot tek Gjoni. Thash Gjoni do të shpall dritën. Gjoni 12:36. Do të lexojmë së bashku. Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të bëheni bi të dritës. Çfarë duhet të bëj unë me dritën? Besoje dritën. Pranoje dritën e Perëndisë me besim. Çfarë beson sot ti? Cilat janë bestytnitë tua? Cilat janë gjërat që ti pranon në jetën tënde dhe mbështetesh tek ato? Unë besoj tek njeriu. Unë besoj se s'duhet dorëzuar. Greku thotë, si në Athina, ke hira kini. Do ndihmoj Athinaja Perëndesha, po lëviz dhe çik duart. Çfarë beson ti? Çfarë beson ti për dritën? Besoje dritën. Pranoje dritën me besim. Qëndro përpara Perëndisë. Nuk bëhet fjalë se çka ke kuptuar deri më sot. Mbase s'ke kuptuar shumë gjëra, qëndro përpara Perëndisë dhe thuaj Zot, unë të pranoj ty. Unë shikoj se zemra ime është e errët. Mendimet e mia, Zot, nuk qëndrojnë aty ku duhet. Më shqetëson fakti se si qëndroj dhe si mendoj. Unë besoj tek ty, Zot. Besoj tek drita jote. Çfarë tjetër mund të bëj unë me dritën? Tek Gjoni 1:9-12 që lexuam, thotë se drita erdhi dhe njerëzit nuk e pranuan. Drita erdhi dhe errësira e hodhi poshtë. Ai erdhi tek të vetët, thotë, dhe të vetët e hodhën poshtë. Nuk e donin, nuk e pranuan. Nuk e pranuan si të tyren. Edhe e bukura ku është? Ata vetë që e morën, jo thjesht që e pranuan, që e morën, atyre u dha pushtet të bëhen bi të Perëndisë. E ti pyet veten çfarë mund të bëjnë me këtë dritë? E kuptoj që Krishti është drita e botës dhe ndriçon gjithkënd që vjen në këtë botë, është e vërtet, amin. Por unë çfarë mund të bëj? Merre dritën, se kur të marrësh dritën e tij, ta pranosh atë me përulësi, atëherë ai do të japi pushtetin të bësh bir i të madhit Perëndi.
edhe përsëri tek 3:21 që sapo lexuam, që sapo ju kujtova nga Gjoni, shikoni çfarë thot. Kush bën të vërtetën, vjen tek drita, që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndin. Afrohu dritës. Unë jam I bindur për diçka. Më korrigjoni. Do shikoj vështrimet tuaja. Ne nuk e njohim mirë veten tonë. Nuk njohim dot thellësitë e shpirtit tonë, nuk dim se si do reagojmë në çdo situatë. Ke një ftesë të hapur nga Perëndia sot. Afroju dritës. Do njohësh veten tënde, vlla im, motra ime. Nuk po I drejtojmë njerëzve që se njohin Zotin fare. E jani të mësohemi me dritën. Rinia, afrojuni dritës. Jo predikimeve, jo dikuj që predikon të dielën, mësoni të rrini afër Perëndis, sepse drita e Perëndis do fillojë të ndriçojë skutat e zemrave tona, do t'i tregoj mirimangat ku janë. Do ta tregoj vendin ku do fshirë në zemrën tënde. Do tregoj gjëra që nuk janë të dritës. Mos vallë, do bie dakord me një Perëndi që është dritë, po që ka dhe pak errësirë. Kam ca gjëra që nuk dua t'i tregoj, kam ca gjëra të cilat nuk dua të dalin fare në dritë, dua të fsheh, më vjen turp për to, apo më pëlqen t'i mbaj pak disi ato, zakone, sjellje, fjalë, shikime, ëndra, ndoshta, jo shumë dritë aty, pak errësirë, të mbaj dhe unë diçka, edhe unë njeri jam. Mësoj të vish pranë Perëndis, sepse do zbulohen gjërat, do zbulohen dëshirat e tua, vullneti yt, qëllimet e tua personale do të vinë përpara Perëndis. Do kesh mundësinë të thuash, këtë Zot nuk e dua në jetën time. Kur ra drita jote aty Zot e pash që kjo nuk është e jotja. Çfarë Perëndi është ky? Çfarë Perëndi është ky që hap zemrën e tij dhe na pranon në këtë dashuri të tij, në dritën e tij pa gjykime? E mendoni dot Perëndin të thotë, ku do vesh ti? Ku vete ti me këtë errësirë tek mua? Unë jam dritë, ç'pun ke këtu me mua? Ai të tharret ty, ai ka një plan të jashtëzakonshëm për ty dhe për mua. Fjala e Perëndis thotë, ai që bëri dritë në errësirë, atëherë në krijim të botës. Atëherë kur gjithçka ishte errët dhe Perëndis nuk I pëlqeu që ishte errët. Dhe tha, le të bëhet drita. Dhe e pa, dhe kjo ishte mirë. E mbani mend se si tregohet, si një prallë, si një rrëfim për fëmijët dhe ngro zemrën tonë. Atëherë kur Zotit nuk I pëlqeu errësira dhe bëri dritën, thot fjala e Perëndis tek 2 Korintas 4:6, I njëjti Perëndi që e mbushi botën me dritë është ai që bëri të lind drita në shpirtin tonë. Sepse zemrat tona kanë nevojë për dritën e Perëndis dhe ky është plani I tij. Është Perëndia që lexuam tek 5:8 e Efesianëve, ju dikur ishit errësirë, tani vetë se jeni dritë. Është ajo që fjala e Perëndis të thotë, shiko, Perëndia jo vetëm do prek zemrën tënde, do ndriçoj skutat e zemrës tënde, po do të bëj që ti të ndriçosh. Ju jeni drita e botës. Dhe ju jeni drita e botës dhe Perëndia nuk zgjedh ta fshehi dritën e tij. Çfarë bën Perëndia? Si çdo njeri logjik, aq më tepër ati ynë qiellor, do të marrë, do të ngrejë lart diku. Mundesh do ta mendosh të për veten tënde? Nuk dua të ndjesh barrën bo, tani duhet të ndriçoj edhe për të tjerët. Kupto zemrën e atit. Nuk do thjesht të ndezi, nuk do thjesht të ndriçoj, por do të ngrej lart. Këtu, në këtë botë, në këtë kish, shikoni pak njëri tjetrin, këtu në mesin ton, do të ngrej lart aty. Pse që të ndriçosh vëlla im? Të ndriçosh motra ime, rinia, presim për e jush. Dritën e zemrës tuaj, dritën që Krishti do të ndes brenda zemrës tuaj. Sepse thot, kështu do mund të ndriçoni dhe njerëzit të shikojnë veprat tuaja të mira. Nëse doni, kaloni pak kohë një mbas dite dhe studioni, gërmoni pak për dritën brenda Biblës.
do të mahniteni me planin e Perëndis që ka për ty, personalisht për ty, në lidhje me dritën. Nuk do t'i bëj ai të gjitha, nuk të fton t'i bëj ai të gjitha dhe ti do shikosh, ai të fut brenda planit të tij, plot me dritë, që ti të ndriçosh gjithashtu. Të bën dritë, të ngre lart dhe tek pjesa që ne sapo lexuam tek letra e parë e Gjonit. Ai do të jetoni bashk, të keni bashkësi me njëri tjetrin, të ndani gjëra bashk, si një Adam, si një Evë, diku në kopshtin e Edenit, kur ai vinte dhe fliste me ta dhe ndante me ta. Ai do të keni gjëra të përbashkëta, bashkësi, përbashkësi me njëri tjetrin, duke jetuar dhe ti, ashtu siç është ai në dritë. Edhe ajo që Perëndia na thot, çfarë kjo ndodh, çfarë sjell kjo dritë në jetën time? Pastrim mëkatesh. Mos të mësojmë me mëkatin. Mos të mësojmë me mëkatin. Është diku aty, e kuptoj, është çështje vështirësie, është çështje dobësie. Je i ftuar në dritë dhe në dritën e Perëndis mund të ndodhet pastrimi i mëkatit. Zoti sjell pastrimin e tij. Zgjidh sot dritën. Zgjidhe, bëj këtë zgjedhje sot. Rinia, kjo ishte tema e sotme. Nëse vrisni mendjen, e pelek se të fosh. Është epitaktiki. Urdhër. Zgjidh dritën brenda gjithë errësirës, brenda gjithë botës, çdo njeri ka mendimin e tij, çdo njeri sjell atë mënyrën e tij të jetesës. Unë kështu e shikoj, ti në rregull e shikon ashtu, unë kam mënyrën time. Sot Perëndia thot zgjidh dritën. Çdo të thotë zgjidhësh dritën, shkëputu nga errësira. Shkëputu nga errësira. Treguja zemrën tënde Perëndis. Ndoshta errësira shumë e fuqishme në jetën tënde tani. Ndoshta është duke shtrënguar këmbët e tua, fytin tënd, duart e tua, nuk shikon se mund të veprosh dot, është errët për teje. Atëherë, kërko dritën e Perëndis në zemrën tënde. Shkëputu nga errësira. I thuaj Zotit se nuk të pëlqen errësira. Shikoje ku është errësira. Dalloje në jetën tënde. Ja, ky vend këtu është i errët. Këtu nuk mund të jetoj dot më kështu, Zot. Ndriço Perëndis zemrën time. Ky ves Perëndi dashur më torturon. Nuk po e heq dot. Nuk është dritë ky Perëndi. Këtu është errësirë. Ndriçoje Zot këtë pjesë të jetës time. Vish armët e dritës. Eren të lexojmë Romaka 13. Shikoni çfarë thot. Dashuria nuk i bën keq të afërmit, dashuria pra është përmbushja e ligjit. Dhe këtë aq më shumë duhet ta bëjmë duke ditur kohën, sepse tani më erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe dita u afrua. Le të flakim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Kjo është thirrja që Perëndia të bën sot. Armët e errësirës janë veprat e mishit, gënjeshtrat, mashtrimi, lakmia, kurvëria. Gjithçka që Perëndia i vjen për të vjellë. Në pastërtinë e tij, në shenjtërinë e tij nuk mundet do t'i pranojë në jetën tënde. Në jetën tënde. E hjapo pse o thoshe ti zoish. Nuk të lë. Nuk thot bëj çfarë duash, kur të mundesh, dile një xhiro ti nga mua. Perëndia me ty merret. E shikon zgjedhjen time, e shikon jetën time dhe thot vish armët e dritës, erdhi koha të zgjohesh, erdhi koha të ngrihesh. I esëll. Ashtu sikurse në jetën tonë të përditshme mund të pim, të ecim, të shukemi, të mos dim çfarë bëjmë, edhe në jetën frymore Perëndia të thot, ejani, të jeni esëll. Si njerëz të dritës, ndriço që njerëzit të shohin, ty të shohin dhe të lavdërojnë Perëndin. Lexojini atë vargun që ju them. Perëndia të bën të jesh drita e botës, që të ndriçosh veprat e tua, këmbët e tua përreth teje, të shikojnë njerëzit dhe të lavdërojnë Perëndin për atë që ka bërë. Dhe duke mbyllur, çfarë dua të mos harroj unë sot? Mishi ndihet mirë në errësirë, se ka vepra që duan të mbulohen, që mos duken, janë të liga. Nuk janë vepra që nderojnë Zotin.
ndoshta sjellin kënaqësi momentare. Sepse shpeshherë mëkati sjell kënaqësi në mish. Na pëlqejnë gjëra dhe ne duam t'i mbajmë ato. Perëndia thot, ki kujdes se këto janë vepra të mishit, prandaj e do errësirën trupi, prandaj e do errësirën njeriu i vjetër. Për këtë lloj trupi flasim, sepse ndihet mirë në errësirë. Gjithashtu dua të mbaj mend dhe të mos harroj se plani i dashurisë së Perëndisë është që të ndriçohem brenda meje, të bjerë drita e Zotit tim, të kuptoj, të njoh veten time thellë, të shoh gjëra që duhet hiqen nga jeta ime, por edhe të ndriçoj. Ka mundësi të luaj një rol në jetën tënde. E di, të jesh i sigurt se e ke bërë për mua. E ka bërë gruaja ime për mua, e ka bërë vllai im për mua. Atëherë ku qëndron si dritë përreth meje, atëherë ku shikoj se përballohet me hallet e tij, me shtrëngimet e tij në jetë, me shpresë perëndie dhe me forcë perëndie, në errësirën time do të marr këtë dritë. Do ta kuptoj se kjo dritë por vjen në shpirtin tim për këtë arsye, të korrigjohem edhe unë, të jap edhe unë betejat që ka dhënë ai me mënyrën e vllait tim, duke qëndruar në dritë, duke këmbgulur në dritë, duke këmbgulur në vullnetin e Perëndisë. Shkëputu nga errësira dhe jeto si bir dhe si bi e dritës. Kështu filluam, dikur ishit errësirë, tani jeni dritë në Krishtin. Në qoftë se jeni dritë, jetoni si bi të dritës. Zgjidhni të zgjedhim Perëndin. Në qoftë se ke dyshime, unë do doja shumë rinia të ketë mundësinë të flas me ju më të mëdhenj, jo me ata që janë përgjegjës të takimit të rinjve. Gjejini këta të mëdhenj, shikojini çik mbrapa, ktheni çik të tërkokën mbrapa. Ktheni çik të gjithë, kthej çik, Angjele, shikoj çik ata. I shikon të gjithë aty. E shikon. Shikoj mirë. Edhe një dua të shikosh. Ata aty merrini, vini në një cep dhe foluni dhe kërkojuni rinia, se disa janë atje mbrapa. Gjeni këta të mëdhenjt që pan, që prekën, që dëshmojnë për dritën, që shpallin dritën, zini në një cep diku këtu në kishë dhe i thuaj, më trego të lutem dritën tënde. Kam nevojë të ndriçohem, më trego dritën tënde. Perëndia le të bekoj fjalën e tij. Perëndia le të ndriçoj zemrat tona. Do doja ta mbyllim me një lutje, nëse keni mundësi të ngrihemi në këmbë. Ti e drita që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ti, Jezus, je drita që ndriçove shpirtin tim dhe që vazhdon ta bësh. Zot, nuk e the me krenari, akoma Zot zbulon errësirën e zemrës time. Akoma ka cepa të cilat shikoj Zot se kam harruar të t'i tregoj, të t'i hap. Zot, po e them për veten time, por jam duke u lutur për të gjithë, mos lejo të mësohem me errësirën. Mos lejo, Perëndi i dashur, të ndihem sikur jam pjesë e jetës time, gjithë ato sokaqe, ato skutat e errta të zemrës. Zot, në emër të Krishtit, sot vim përpara Teje, sjellim zakonet tona, mënyrat tona, atë shprehje që themi shpesh, kështu jam unë. Ndoshta ka errësirë te kjo, kështu jam unë. Ndriço, Zot, zemrat tona, na sill, Zot, në prezencën Tënde. Ti je dritë dhe në ty nuk ka kurfar errësirë. Është jetë dhënë se Zot të qëndroj me ty. Ka shpëtim, ka larje mëkatesh, Zot, të jetoj me ty në dritë. Ka bashkësi me ty, Zot, në dritë. Dhe mua më pëlqen, dhe lutem, Zot, që të gjithëve, Zot, të na pëlqej, të kënaqemi në prezencën Tënde, të përgatitemi për përjetësinë bashkë me ty. Në emër të Krishtit ta të falenderojmë, lutem gjithçka që ishte prej Teje, të zërvën në zemrën time, të zërvën në zemrat tona. Në emër të Krishtit. Amin. Amin. Zoti na bekon gjithë.